Këtu me veti e kam edhe dosjen e Xhevat Ademit, po kjo nuk është për antikorupcion. Kjo është dosja 13 faqe e Xhevatit e njohur për spionim. Dhe deklarata e Xhevatit e shpreh edhe një herë histerinë e tij. Xhevat Ademi ka qenë deputet dhe asnjëherë nuk e kemi dëgjuar ai del të mbron një ligj në interes shqiptarët. Xhevat Ademi, nëpërmjet kësaj dosjes, është njëri ndër kryesorët, bashkë me bashkëpartiakët e tij, që sot e kemi projektin Shkupi 2014, që shqiptarët rrihen dhe në përkëmbët, jo është ul dinjiteti. Por deklarata e tij neve na bën më të vendosur në synimet dhe qëllimet tona, që shqiptarëve t'ua kthejmë lirinë, shqiptarëve t'ua kthejmë dinjitetin. Andaj Xhevatit dhe të tjerë, as që nuk e kemi ndërmend që na ndalin deklaratat e Xhevatit dhe kompanisë tij.